Filloj, jemi gati. Përshëndetje gjithëve, fillojmë mbledhjen e radhës, ashtu dhe siç kemi njoftuar në herën e ditës. Atëherë fillojmë me radhën miratimin projekt vendimeve, atëherë projekt vendimeve në proces verbal i mbledhjes muajit dhjetor 2025. Miratimi e rendit të ditës së mbledhjes, projekt vendim për miratimin e familjave të kushtit të përfituar nga programi plot ekonomike deri në 6% nga fondi kushtzuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kavaj për muajin nëntor 2025. Projekt vendim për miratimin e rregullores për përcaktimet e kushtet që agjësitë e shërbimit funerar duhet të plotësojnë për ushtrimin e aktivitetit të shërbimit funerar dhe ose ofrimin për shtëpi funerare në lidhje me kapacitetet teknike dhe burimet njerëzore në territorin e Bashkisë Kavaj. Projekt vendimi numër 5 për një shtesë të vendimit numër 58 të datës 20/11/2025 për miratimin e bursave për nxënësit që ndjekin arsimin me kohë të ftohtë në institucionet publike të arsimit parauniversitar për vitin shkollor 2025-2026. Projekt vendimi numër 6 për miratimin e nxënësit të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike profesionale për vitin shkollor 2025-2026. Projekt vendimi numër 7 për shprehjen e parimit për përcaktimin e vendbazimeve të mjeteve lëndruese dhe korridorët dhe lëvizjet e tyre në zonën e plazhit për sezonin turistik 2026. Projekt vendimi numër 8 vendim për miratimin e programit buxhetor afatmesë 2026-2028 dhe buxhetin 2026. Projekt vendimi numër 9 miratimin e planit punës dhe buxhetit të Këshillit të Bashkisë Kavaj për periudhën janar-dhjetor 2026 dhe pika numër 10 të ndryshme. Kush është në rendin e ditës? Kryetar me kolegë? Po, atë doja në tonë. Kërkoj të hiqet nga meratimi i rendit të ditës, projekt vendimi mbi miratimin e rregullosur për caktimin e kushteve për agjencitë funerare. Thjesht kërkoj zbatimin e vendimit bazë, në cilën është bazuar ky projekt vendim, vendimi i BPM-s 711/29/2014, që është batuar. Më vjen shumë keq për zotërit të cilët i kërkova atje, që ja kërkova personalisht në emrin tim dhe të familjes time, që të zbatohet thjesht një drejtësi dhe vendimi bazë. Më vjen shumë keq që këta e kanë sjellë këto. Kjo është një përçmim për mua, por sot unë shtri dorën për bashkëpunim të gjithë anëtarëve të janë të Këshillit Bashkiak, që të japin një kohë të dytë për miratimin e këtij projekti vendimi. Më vjen shumë keq për këtë. Ku qëndron bazimi për këtë gjë? Tash meqense është mbledhur edhe komisioni i ndjeshëm, edhe unë isha prezente. Edhe unë jam dakord që ta heqim këtë si renditje sot, sepse janë disa detaje dhe këto gjëra që edhe duhet shikuar në thjesht kryetar, asgjë më shumë të zbatohet vendimi bazë dhe zotërit ta vendosin firmën që janë në ligj. Është dakord që pikën numër 4 ta heqim nga rendi i ditës. Okej, miratohet, pikën nga rendi i ditës. Do shikon detajet në të ardhmen. Po. Kam thënë vazhdimisht të gjithë këto është të shihë në dhe para punit dhe një buxhet tjetër në të rejë, kam thënë gjithmonë që kur është paketë fiskale dhe buxheti, nuk keni se dini në pika, sepse bashkia kështuar, dhe kam thënë gjithmonë, është taksa, paketë fiskale edhe buxheti. Dhe kam thënë mundësisht, kur diskutohet buxheti, diskutohet paketë fiskale, se ne një vini impresion, dhe kërë në forza, që hajtë ka respekt. Buxheti, është më tepër që ky buxhet është dy fishë, edhe mos më shumë i buxhetit të buxhetit. Një nga buxhetet nuk ka. Jo bashkë që ka pasur herë bashkia, po historikisht gjithë vetë. Kështu që nuk është e nevojshme po marrin këtë që thotë ti, ajo ka disa vendime tjera që mund të presin. Nuk është punë se janë emergjente. Dakord me ndin ka sociale që dakord të radoni. Se janë ata që shumë. Ata kanë thjesht. Po s'ke në pika kur do buxheti është por mua është tema e aktivit të bashkisë. Tash jemi përballë faktit. Jo, unë tash e kam thënë disa herë edhe se çdo vjen buxheti për paketin fiskal kam thënë. Kështu që duhet Zoti Madin, dakord? Për mbledhjen e radhës. Atë bëjmë më së një për vitin për ta plotësuar. Në 1 vit
vërtet është buxheti një pika më e rëndësishme për vitin 2026. Por janë edhe disa detyrime ligjore, për shembull bursat e nxënësve bën mirator brenda. Dhe që mund në dorë. Sepse kjo është në koordinim me shkollat. Kjo është koordinim dhe vjen shkollat vonë dhe e vjen dhe me vonë. Këtu kemi ne një plotësim, siç u thonë në mëngjesin e parshme, luzi po nuk ishte sjell dhe ne kemi risjell tash për të një saksi. Shkolla profesionale ne kemi se tash sepse së fundmi sollën dokumentacionin ata. Dhe ne kushtozojmë nga ata. Dhe nëse ne i japim presë dhe nuk kemi reagojmë, prandaj të ndodhë edhe kjo. Okej. Atëherë ka padë të doganore. Atëherë në ditës. Për që ndërbalin mbledhjes mujt në ndorë 2025 më për të jemi dakord ka vërë. Edhe në votim? Atëherë dhe këto jenë nuk pse votojnë. Proces verbali nuk ka pse vjen në mbledhje këshilli. Mbledhje duhet vi një konfirmim i prefekturës, cilat vendime kanë kaluar nga prefektura dhe cilat jo. Për mbledhjen paraardhëse, vendimi i verifikimit të ligjshmërisë të akteve që kanë shkuar në prefekturë, të atyre që quhen akte normative, nuk ka ardhur akoma. Për mbledhjen e fundit. Unë kam detyrim të sjell proces verbalin nga se transkriptohet ajo që flitet në atë që shkruhet. Atëherë nuk citohet njohja me. E korrigjojmë si shprehje dhe kam lënë proces verbali i muajit nëntor. Pra që gjithse cili nga ju sheh masën e transkriptimit, nga se ju jeni të gjithë live, flitni njëkohësisht dhe unë bëj maksimumin e mundshëm që ta Vazhdojmë në projektin numër 3. numri 1 dhe nuk shkruan Unë doja të vazhdoj vazhdimsinë e fjalës të kolegut tem, zotit Meqe, që kisha edhe një kritikë për sekretarin e Këshillit, për mbarvajtjen e mbledhjeve, që kjo të jetë hera parë dhe herë fundit që ajo na sjell dokumentet në një kohë që buxheti do të paktën minimumi 10 ditë. Nëse Meqe ti je dakord me mua dhe si kryetar i grupit të mazhorancës, edhe kjo është skandaloze që të vi buxheti në një kohë shumë të shkurtër. Megjithatë unë falenderoj drejtorët zotit Lushte dhe zotit Berapi që na mëson dokumentacionin për 4 shkres vjen në komision. Por kjo nuk do ndodhë më, besoj. Edhe unë e fola me të ashtu ishin dhe këto të kushtozuar në ca gjëra nuk lëvizin dot nga ato dhe për ne pama dhe datën mos mund që se ndë festet e fund viti dhe Dhe në ato të kushtozohemi në ca gjëra, por nuk e bëmë. Atëherë vazhdojmë për vendimin numër 8 për miratimin e familjeve aplikuese që përfitojnë nga programi i ndihmës blok, ndihmës ekonomike deri në 6%. Kush është dakord? Okej, miratohet. Atëherë për vendimin numër 5, vendim për një shtesë të vendimit numër 53, datë 21/11/2025 për miratimin e bursave që për nxënësit të ndjekën arsime me kohë të plot në institucione publike të arsimit para-universitar për vitin shkollor 2025-2026. Ka një për diskutu? Kush është dakord? Pro? Abstenim? Kundër? Miratohet. Për vendimin numër 6 për miratimin e bursave për nxënësit të arsimit para-universitar në institucionet arsimore publike profesionale për vitin shkollor 2025-2026. Edhe në votim, ka një për diskutu? Kush është dakord? Pro? Abstenim? Kundër? Miratohet. Për vendimin numër 7 për shprehjen e parim për përcaktimin e vendbazimet të mjeteve të bursave dhe korridorëve të listës të tyre në zonën e plazhit për sezonin turistik 2026. Tash drejtoria për Kaca është këtu. Ka një sugjerim shtesë në gjë, nga shqiptarët ka një gjë për të thotë? Po. Është për vendim të shkrimit nga Jeni konsultuar me bizneset me ato? ata kanë marrë që të kompleton para në fond dhe të bëjnë bazime. E kuptova. Në gjë shtesë në gjë Nuk ndryshime nuk se ka. një jetë për vjetë në Për diskutu ka një tjetë edhe votim, kush është dakord? Pro, abstenim, kundër, s'ka, miratohet.
Për vendimi numër 8, vendim për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2026-2027 dhe buxhetit 2026. Tash kjo është një buxhet ashtu dhe siç jeni të jeni të informuar me gjithë ato që keni, po zonja Argaxhiu për sigurt të thonë. Përshëndetje të nderuar këshilltarë dhe pranishin sa. Siç jemi njoftuar, kemi mbledhur sot për diskutuar dhe mirapuar aktet të rëndësishëm për buxhetin e fiskalit. Ky akt është dokumenti bazë për mbështetjen e gjithë veprimtaria për aktiviteti ekonomik financiar i pushtetit të qytetit vendore. Aktimi i këtij dokumenti ka rëndësishëm mbështetet ka akte ligjore dhe nënligjore dhe në vendime të mëparshme të Këshillit Bashkiak, të cilat finalizohen si pjesë e rëndësishme e tij. Duhet theksoj se materiali së bashku me njoftimin në mbledhje ka dërguar ditën e premte në mbrëmje, me datë 12/12/2025. Dhe mbledhja e Komisionit Financës ishte të hënën me datë 15/12 në orën 12. Pra koha ishte jo mjaftueshme për të njohur me materiale. Por bëhet fjalë për një projekt vendimi tepër të rëndësishëm si është miratimi i buxhetit. Por këtu dua të theksoj se miratimi materiali ishte edhe i paplotur. Në Komisionin e Financës ishin prezent Sultana Argaxhiu, Genta Dorati dhe Arfan Sara, të cilët pasi të diskutuan në shkruan një proces verbal ku la shënim që të plotësoj materiali që mungonte, pasi buxheti nuk mund të miratohet pa këto materiale të rëndësishme. Por duhet të shtoj se të hënën bazike na dërguar buxheti me disa ndryshime në pasqyrën e investimit, ku ishte bashkangjitur dhe tavanet përgatitore të programeve buxhetore. Ndërsa materiali i planifikimit të detajuar të arave vendore na është paraqitur tani në momentin e tavolinit. Duke studiuar materialin përgatitur nga strukturat e menaxhimit të buxhetit vendor, sqaroi se Komisioni i Financës ndër të tjera diskutoi për sa më poshtë. Së pari, në muajin prill të vitit 2025, Këshilli Bashkiak ka miratuar raportin e vlerësimit të arave dhe tavaneve përgatitore, për të vazhduar në fazat e tjera të miratimit të dokumentit të PBA-s. Në materialin e sotëm kam rënë një ndryshim në planifikimin e të ardhurave vendore, ku në vendimin e miratuar në muajin prill të ardhurat ishin planifikuar për vitin 2026 945.198.000 lekë, për 2027 991.601.000 lekë dhe për 2028 991.601.000 lekë. Në materialin e ardhur, në materialin e buxhetit, në total kemi një ndryshim të madh në parashikimin e të ardhurave vendore, ku nga 945 ishin parashikuar në muajin prill, kanë arritur në vlerë 1.775.766.907 lekë, me një rritje prej 830.566.907 lekë, ku vetëm taksa e ndikimit në infrastrukturë në ndërtimet e reja ka një rritje prej 760 milion lekë. Pra si shikohet, kemi një dyfishim të ardhur nga kjo taks. Kjo rritje nuk është argumentuar, por sot në materialin që na ka ardhur, po e dedikoj këtë pjesën e si argument, të ardhët e Bashkisë Kavajë, duke reflektuar ndryshimet e legjislacionit tatimor në fuqi, parashikohen të kenë një rritje për vitin 2026 92.49% më shumë se vitin 2025. E shprehur në vlerën 853.249.907 lekë, më shumë se parashikimi i vitit 2025. Kjo rritje pothuajse dyfishin e parashikimit të vitit 2026 vjen si pasojë e realizimit të ardhur në periudhën janar-tetor 2025, njëkohësisht duke marrë në konsiderat faktorë të tillë si taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila për periudhën janar-tetor 2025 ka arritur në vlerën 875.425.345 lekë, ose rreth 66.7% të ardhurat të veta për vitin 2025, duke të kaluar planet pothuajse me 90.3% më shumë. Parashikimi i ardhur për vitin 2026 reflekton dhe ndryshimet në paketën fiskale, si dhe parashikon rritjen e nivelit të ardhur të taksave dhe tarifa vendore, duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e bazës të taksave. Nuk po I lexoj tash materialin që sollën ato në detaj. Së dyti, tek investimet. Në tabelën e investimit janë paraqitur objekte në vazhdim nga viti 2025 dhe objekte të reja. Pyetja parë, në hartimi I projektit të rrugës Breditit ishte planifikuar dhe në vitin 2025, në vlerën 50 milion lekë.
e cila me vendim të Këshillit Bashkiak në muajin shtator u transferuan në investime të tjera. Në atë kohë unë kam ngritur pyetje, pse nuk e prokuroni këtë fond? Atëherë përgjigja e zotit Adrian Mala ishte se me gjenë të ndërtimi do të bëj fondi shqiptar i zhvillimit, atëherë ata kanë marrë përsipër të bëjnë projekti. Tani ndodhen para faktit që në buxhet është rivendosur përsëri për në vlerën 10 milion lekë. Dhe kjo është një pyetje që nuk ka të bëjë a japi përgjigje për Pyetja 2. Në ndërtimin e stadiumit Shpresa, si dhe në akt marrëveshjen ndërmjet Bashkisë dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, Bashkia Kavaj është bashkëfinancuese. Dhe si mundet që vlera ishte 200 milion, do parashikun në ndryshimin që kanë sjellë mbrëm, 180 milion, vendosen në zërin transfer dhe jo në zërin investim. Kur për vlerën e projektimit të stadiumit, Bashkia ka kontribuar në vlerën e parashikuar në buxhet për vitin 2025 10 milion, i cila i ka kaluar FSHB-s në rreth 8.8 milion lekë. Pasi e kam verifikuar edhe nga veprimet e festarit. Tani, në shpenzime kooperative, në projektin se sa ka të përfundoj, në programin Sport Lark Team, ajo që vjen në sy është rritja e kontributit të bashkisë për ekipin e futbollit Dresa, nga 20 milion që ishte në vitin 2025 në 75 milion. Pra, kanë parashikuar një rritje 275%. Pyetja, cili është argumenti ligjor, po e mbështesin këtë rritje, kur ekipi i Luzit është më të një që vlerë 5 milion lekë. Kur, në njëjtën kohë prefektura, vendimin që miratoi Këshilli Bashkiak nuk e konfirmoi. Dhe kush është arsyeja që ju përsëri e fusin në këtë buxhet? Pyetja tjetër, pse është ndryshuar llogaria nga 606 transfer në llogarinë 602 për kontributet që Bashkia jep Sharabesës? Pasi në buxhetin e 2025-s ishte tek 606, tani unë i bëra vrejtje, po tani e ka paraqit 602. Ta argumentat dhe se e kam dhënë. Dhe e fundit, lidhur me numrin e punonjësve. Është kërkuar rritje për 20 punonjës në programin planifikim energjik dhe administrim, për të cilën nuk ka informacion në materialin që është dërguar. Por do të shtohet që numri i punonjësve që ka pësuar një rritje të ndjeshme nga viti 2023 deri në 2026, kemi një rritje 113 punonjës, të cilët zë një kohë të konsiderueshme në buxhetin e bashkisë. Së pune, tabelat e buxhetit nuk janë sipas sistemit të menaxhimit të buxhetit vendor, por janë përdorur tabelat ekzistuese. Vërejtja kjo që është bërë dhe në buxhetin e 2025-s. Mungon tabela që shpjegon funksionin e programeve të buxhetorë në proces të udhëzimit të Ministrisë Financave nr. 28 datë 37/2018 për procedura standarde për programin buxhetor afatnesën për njësitë edhe qeverisë vendore. Po kisha unë. Atje, ligjen që u prek për stadiumin ishte ligjen që u prek për stadiumin, që ka qenë çdo vit investim, të vitet nga dy fishimi, në janë 180 milion lekë, është vendosur në llogarinë 603, për faktin se në llogarinë 603 për subvencione, është vendosur për çdo investim që bëhet drejtorin që mburon Bashkia Kavaj, e cila përkthen në infrastrukturë ose projekte përbashkë me disa partnerë, që janë Federata Shqiptare të Futbollit. Subvencion që dhe vlera e projektimit tashun, edhe e kalon nga 231. Ku që do ndryshimi tani? Ndryshimi ishte se po federata s'ka kemi kaluar, nuk është se kemi prokuruar vetë. Këtë investim mallor që ka Bashkia Kavaj, ka pas të jep kalon nga 231. Nuk e kuptoj këtë. Zana, ata ndjej pak. Për këtë investim mallor që Bashkia Kavaj është në proces realizimi shumë shpejt për filluar punime, ne kemi pasur investim në buxhet, e cila ishte por të prokuruar nga Bashkia Kavaj. Sipas manualit bashkëpunimit me Federatën Shqiptare të Futbollit, prokurimi do merr nga pala tjetër, e cila nga ana jote kemi vetëm fondin si subvencion, në cilin kemi 35 milionë euro, dhe 1.5 shkon për federatën për të kapur një projekt total për zbatimin. Parti projektimi është paguar nga gjithë detyrimet tona si bashki dhe ne kemi vetëm thjesht fillimin e procesit punimeve. Bashkia Kavaj është në problem të procedurë. Jemi bashkëfinancues apo subvencionues? Do të thotë bashkëfinancim. Bashkëfinancim do të kalojë 231. Por pjesë totale 231 ne investojmë në kapital. Dhe nuk e marrim domethënë nuk e prokurojmë ne vetë kapitalin total. Si bashkëfinancues ne i referojmë një marrëveshje totale po investim sepse ne po i japim një kapital. Po ne transferojmë shikoj, pjesën totale të zbatusit e kam komplet marrëdhënien totale në Federatën Shqiptare të Futbollit. Dhe për këtë pjesë pastaj është edhe projekti. Ne thjesht subvencionojmë federatën dhe merr. A ka marrëveshje? Marrëveshja është firmosur e kaluar në Këshill dhe profesionist kryetari i bashkisë ka një grup puni i cili ka prej një viti më shumë me detyrat urbanistikë dhe kryetari që merr këtë pjesë.
për sa që këtë shasë të të besë. Nga tjetër që ishte një? Ishte për ekipin e futbollit. Nësjoj, vetëm kjo për stadiumin. Për investimin e Për sa për këtë investimeve tjera për projekte në 2026, janë një atë dhe kryetarit bashkisë do të sqarojmë më me detaje. Ka një tjetër do të ka një tjetër jam plotësisht dakord me çfarë Zana ka thënë shefe Zana dhe djali duhet të kalojë tek kasetet, nuk duhet të kalojë tek investimi zëre shpenzime. Jam plotësisht dakord me sepse është investim. Sepse u kalova një kontroll aty më shumë shpejt dhe vetëm të kesh një makinë të vogël që doja ta kaloja shpenzimin një vlerë të vogël, më kontrolli ma ka pishkëlje. Ila pash ka pishkëlje. Një lek që është pazo, ndërtohet aty, duhet ngelin aset. Duhet flasë. Jemi përpos buxhetin pas ma Flas teknikisht. Teknikisht, nuk flas politikisht. Një tjetër diskutu ka? Po. Mas parim investimit, stadiumi të njerë. Njerë bashkisë, po pëse do t'jetë subvencion nga bashkia? Po shkryuar një më vetë për shunimi, shumë i qarë, në shumë e fazë, është shkaluar mëshia nga kontrolin e ashtet. Sa për ditë. Mere, përsipër, ka të dashën ka të bodë, si shka përshpekuar në çdo qytet tjetër, stadiumi ka të gjithë rrethet tjera, pasi baron, kontrata, thot shumë qarë, si për federata, një avurat për shumë kavaj, dhe në rastet kur ekipet kombëtare, të çdo të moshë, dhe në stadium në Hyri, do t'jetë një plakat që është të financuar Bashkia Kavajë dhe Federacioni Qytetar Futbolli. Futën pak personalisht grupi biznesit të anës tjetër, do të thënë ma ta në autostradës, nuk disi ta për zona industriale e Kavajës, ne na blokun rrugën në vitin 2015, duke ka që nuk e di, diçka tillë, dhe ne kemi ndjek të njëjtën procedurë që thotë djali që kemi investuar bashkë me ARSH-n për ndërtimin, Adi e mamën shumë mirë, kemi investuar dhe fondet i kemi dhënë personalisht ne si biznes, flas me kompetencë sepse jam pjesëmarrëse më e madhe me projekt financimin e asaj rrugës dytësore, se Kavajë do ta lini të patë rrugën dytësore sot e kësaj dite. Dhe jo që plakat nuk na huni, po përkundërzin e Ramo Kokës, pra dëgjoj, sepse kishim investuar. Pra ne do nuk besoj shumë as këto federata shqiptare që nisën pas nisën këto do i japin Kavajës që investuar të jo. Nuk besoj shumë, po. Ndoshta. Diçka tjetër. Po një tjetër diskutu, për fjallë për kryetarin të bashkisë. Ka fjerë? Dy fjallë? Po, pa tjetër. Shqillim, bashkë me Zanën bështes dhe diku, bashkë me Grenci, që është drejtuese financiare bankare për sistemin shumë vitesh. Nderuar kryetarit të bashkisë, nderuar kryetar i Këshillit për Shkak, nderuar koleg, zonjë dhe zotëri që na ndiqni live. Sot jemi mbledhur për të diskutuar çështje që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve në Kavajë. Përgjegjësia jonë është që çdo vendim të jetë në interes të komunitetit dhe pasqyra e vlerë transparencës të jemi përgjegjës dhe respektit ndaj qytetarëve. Kavajë ka histori, ka traditë, ka njerëz të punëtor. Prandaj detyra jonë është i tregoj me vlerë se si këtu i shërbejmë qytetit. Qytetarët tanë kanë nevojë për infrastrukturë, për shërbime publike, për rinim, për ekonominë lokale dhe zhvillimin urban që po shërben dita ditë dhe po humbet. Kryetar, është kohë që vendimet tona të bazohen në fakte dhe nevoja reale të komunitetit. Nëse ka problematika, ti pranoj me sinqeritet. Nëse ka mundësi për të përmirësuar hajde, ti bën gati kurrë. Që ky qytet ynë bashkë gjithashtu të marrë jetë, të marrë frymë, të marrë zhvillim. Këshilli Bashkiak duhet të jetë hapësira ku debati zhvillohet me kulturë, argument dhe respekt reciprok, sepse vetëm kështu vendimet tona do të kenë autoritet moral. Ne këtu nuk kemi foltore për të bllokuar Këshillin Bashkiak ose buxhetin. Përkundërzi, sepse kjo është qytetarëve dhe platforma juaj që do të prezantoni zoti kryetar. Përkundërzi, një vendimmarrje të rëndësishme financiare për të
balancuar nevojat e komunitetit. Tash kryetar, unë angazhohem të kontribuoj me korrektësi transparent dhe përkushtim duke vënë përpara gjithmonë interesat e qytetarëve. Ta garantoj ty që bashkë mund të ndërtojmë një administrim më efikas, projekte më të mirëfillta dhe një komunikim më të drejtë me publikun dhe me qytetarët e Kavajës. Dhe për të mbyllur kryetar, duke ndërruar kryetarët punë të mbarë në zbatimin e këtij buxheti, shpresoj që objektivat e parashikuara të përkthehen në përmirësime konkrete. Faleminderit. Nuk jam ekspert e ekonomisë dhe koha në dispozicion për të shkruar apo konsultuar me ekspert të ekonomisë nuk ka qenë për gjithë vërtetës, kurse nuk vjen në diskutim. Të gjithë ekspertizën e bërë nga dy kolegët tona, që Suzana, që Genda. Pasi gjatë gjithë kohës kanë sjellë këshilla të vyera dhe sugjerime konkrete për të ndryshuar. Për sa i përket mirërimit dhe hartimit të buxhetit, unë besoj personalisht, por edhe forca jonë politike, nuk di të bërë ndonjëherë pengesë për të qenë pranë qytetarëve apo të ofruar mundësi dhe shërbime në rritje. Por gjëja që unë bëre, e cila është absolutisht shumë për të diskutuar, për të reflektuar nga secili prej nesh, në të bëjë gjë, është ndryshimi i vlerave goxhet të larta për sa i përket të gjithë investimi në interpretime bazash ligjore, të cilat bëjnë të kuptohet që nuk du të përmend fjalën që mund të ketë abuzime, sepse nuk du të akuzoj askënd, por shikoj që mund të ketë mundësi sistemimesh apo pasqyrimesh më të plota në mënyrë që secili prej nesh që do të ngret dorën edhe do të ketë të votën, jetë i mirë qartësuar dhe i mirë pozicionuar në një projekt ligjor që në fund mos përballet ndoshta edhe në shkelje ligjore. Dhe u diskutuar jo vetëm pjesa e sportit, që për hirë vërtetës u kthye, u bën interpretime, shumë interpretime, u përmendën çështje personale, përfitime, studion të këtyre personave, por nuk është vetëm sporti. Sporti u rrezu, u rikthye. U përmend pak më parë rritja e numrit të punonjësve në 113 persona. Në fakt nuk vjen keq, do është për ta ardhur keq sepse shkarkohen vetëm punonjës të bashkisë ndërkombëtare dhe punësohen patjetër ato persona që kanë një ngjyrim tjetër. Dhe nuk shikoj asnjë punësim referuar meritokracisë apo kritereve bazë, kjo referuar qoftë edhe për fshirë. Duke qenë se kemi treguar gjithmonë bashkëpunim, edhe po mund të ishte një bashkëpunim, ku mund të ishte edhe një propozim nga ky drejtim politik për të thënë kush janë persona që ju mendoni që mund të përfshihen, që mund të jenë krye familjar, që mund të jenë deri me 3 fëmijë me radhë. Unë nuk e kam parë këtë bashkëpunim nga ana e rritjes numrit të punonjësve për përfshirjen e familjeve në nevojë në punësime. Diskutua pak rruga e Bregdetit, patjetër që do të ketë interpretim që kryetari do ta thotë, dhe gjithë ato shpenzime apo interpretime 606, 602 që drejtori thotë 603 dy me radhë, besoj që duhet të kenë një database goxha të detajuar për të na bërë shumë të qartë dhe ta ngrejmë të kartonin ashtu si kemi ngretë të tjera, dhe jo ta kemi për ta ngritur kartonin kundër njëri tjetrit apo për ta abuzuar me fondet që nuk të ditë në të taksa të godë dhe të vajes dhe ne paguemi këtu për të shërbyer qytetarët. Faleminderit. Ka një tjetër për diskutim? Tjetër? Ja më fjalën për të diskutuar. Faleminderit kryetar, faleminderit shumë të dashur shqiptarë, të nderuar vëllezër dhe tërë. Du të shpreh mirënjohjen time të thellë për gjithë punën që ne bëjmë gjatë këtyre viteve të kemi bashkë. Dhe drejtimi i bashkisë po të them që jemi bashkë. Kur s'kemi bërë pengesë, kur s'kemi patjetër që pas debate, po kemi një pas gjëra që nuk shkojnë, nuk drejt, edhe unë madje të për shemb. Por ju s'keni që kur pengesë, unë për të jam mirënjohës dhe duhet që të shtrit dorën bashkëpunimit që sa gjëra mirë për qytetin e Kavajës t'jasin përpara. Këto unë kam thënë në për takime, kam thënë në media që kam një marrë në shkëqyrë në Këshillin Bashkiake, kam thënë në për aktivitetet që kam qenë, pra nuk e kam mohu kur dhe nuk e kam mohu kur, edhe në social të Bashkisë.
do të thënë që bashkëpunimi me Këshillin Bashkiak ka qenë i shkëlqyer në këmbështrimin e tij. Vim sot mas një viti, buxheti që kaloi, në base ju keni ju ngritur disa problematika të sa ashtu si specialistë gjenda po ashtu personi me drejt foli në pak më përgjithësi, po edhe marrëdhënia pak më në detaje. Ju shpreh ato përgjegjësitë e juaja, po unë base kam më shumë se sa ju. Por kjo është administrata me të mirë të gjithë vetë, të njerëzit, disa janë të ri, disa kanë eksperiencë, disa po e marrin eksperiencën e rrugës, disa i din, por ne detyra jonë është kontrolli dhe ajo sita e fundit për të kaluar gjërat dhe për të bërë gjërat më mirë sa më të mirë për qytetin. Pra me drejt ju vetë shqetësim nuk kam akoma më shumë atlejsi në qoftë në administratën tim, pa diskutim. Unë jam një që nuk dua të bëj elozh, as nuk të them që administrata ime është më e mirë në botë, është më e mirë gjatë vija, absolutisht. Por ne kemi një frymë bashkëpunimi, unë personalisht kam një frymë bashkëpunimi me gjithë palët, me gjithë administratën, edhe me gjithë Këshillin Bashkiak, edhe me gjithë qytetarët, unë nuk e di, po pasur se kam pas një kontakt me qytetarët më parë të pyes, po zyra ime është, me thonë shkruaj zyrë, dita, njësë me 100 verën takime. 108, 198, 78, pra 55 veta ka qenë takimu me i vogël që kanë vogël në qytetarët në ditë. Në fakt që pres ka shumë njerëz, e kontaktojmë ka shumë njerëz, tregoj që unë duke marrë feedback nga ato se si është realisht qyteti i Kavajës, në 2 milion probleme që ka në qytet. Por ama, ti marrim ato të mirën të qytetit, ti marrim ato gjërat pozitive, që të bëjmë më të mirën dhe duke pa këtë frymë, se du të zjas pak. Duke pa këtë frymë që si është se si du të operoj me gjërë, frymë ime bashkëpunimit dhe pozitivitetin që kam pas me biznesin, se që është tendra të mirë, me ka bërë që ne të arrijmë këtë buxhet. Do të thonim pse. Kemi një plan urbanistik të miratuar në qeverinë para kësaj viti. Dhe unë si kryetar bashkie kurse se s'kam qenë pengesë, madje kam vlerësuar, është duar për të marrë lende të mira apo për pas facilitete dhe mundshme në zonën qytetare që është në rregullim vetë dhe e gjithë Shqipëria i ka sy të tyre dhe kjo është gjë shumë mirë për ne. Dhe kjo është një investim afat gjatë që do të ngjelë qytetin. Jo vetëm se ky buxhet është më i miri për shkak të këtyre ndërtimeve, por që Kavaja do të jetë akoma më i mirë në të ardhmen për shkak të këtyre investimeve. Pra nuk është super nesër. Ky buxhet është aja. Ne mas sa vitesh mbasur do jemi profesionalisht. As ju tu do jemi mbasë brezat, por investimet që bëhen sot në zonën brezatare do të ngjelin Kavajës dhe investimet do të përkthehen për të ardhur të përkthehen akoma më shumë. Sepse ne sot kemi taksën për infrastrukturë, ne do kemi taksën për banor, taksën për hoteleri, taksën për banesa të dyta. Pra ne nuk do të rreshtim kurrësi vjedhjes së të ardhurave në atë zonë të mrekullueshme. Pra kjo sapo ka nisur, pra kjo ka të bëjë në një sens, unë di shumë bashki tjera që është miratuar tani dhe i kryetar bashkia dhe se ka pasur arsyeshme që të organizojë lëndë. Zonë për me nëmë, asë për emër dhe kolegët të një. Ndërsa unë kam qasit për tjetër për ta zhvillu zonë dhe për të tesë për parë. Sepse është një zonë që, që tash, jemi zona më mirë Shqipëri përse përket vijet brezatare. Dhe falë kësaj bonsensi që kam pasur, po edhe bonsensi që ka pas Këshilli Bashkiak, edhe bonsensi që ka pas administrata, jemi sot në buxhetin më të mirë në historinë e Kavajës. Pra që në themelimin e qytetit, dhe deri sot që flas, kemi një buxhet, unë zhvillë për me në Shqipër, po buxheti më i mirë i gjithë vitet. Të dashur qytetarë, qytetarë të një, gjithë të në Kavajën, gjithë jemi njërës që e kemi nda meni që me jetu në rreth fëmijët këtu, dhe kursesi nuk mund bëjmë gjë as për interese personale, kursesi absolutisht, unë personalisht jo e jo, por asë ju nuk besoj. Por të bëjmë gjëra që të rrim qytetet. Është më rëndësishëm emri se sa gjëra tjera personale apo në gjë tjetër. Kështu që me këtë gjykim kam mes, me këtë parim kam mes, pak në këto 2 vite pak që kam në bashkinë. Dhe nuk besoj që veçanëri edhe ato që kam bërë, dhe jenë qytetarë për fundë dhe në qytetë.
Po marrë problematike, pastaj do të them çfarë të bëjmë të ju keni edhe të parë. Zana tha për rrugën e Bregdetit. Rruga e Bregdetit, projekti në rrugën e Bregdetit. U parashiku projekti vjetë, dhe pas përfundimit që kam pasur me qeverinë, edhe vetë kryeministri më ka sjellë 2 arkitektë. Një ishte Kazamon, dhe s'kemi bjosë për koncept. Një tjetër ishte një arkitekt nga Norvegjia. Dhe pra erdhi Kazamondi, tha okay, pastaj Kazamondi u tërhoq dhe lekët ta ngelen aty pse mos i përdorshin për vend tjetër. Dhe ne erdhi arkitekti tjetër, edhe po vazhdo puna, edhe qoftë privatisht. Pra ishte një konsultim me qeverinë bashkë me kryeministrin, që tha ky s'do jetë, do jetë ky pra çështje teknike që u ndru dhe pse ne ti lëshim lekët pa për një vit, kur do të përdorshin për gjë tjetër. Kjo ka qenë arsye për rrugën e Për klubin Besa, më thot drejtën, klubin Besa, kam mundë të pakënësit e mija, po unë kam vërre që futbolli në Kavaj ta një ndeshmëri shumë të gërë. Kemi të sinqertë për në mjëndë. Gjithë ne këtë kemi pas nga i Gjaka, i Qunë Gjaj, nga i Daj, nga i futbolistë, po ka ljubë në Kavaj, po ka ljubë në Tritë. Pra, ka një ndeshmëri të jashtë zakonshme. Dhe arsyeja që u rritë buxheti ka i shumë, ishte dhe arsyeja që investitorit. Pra ne bëmë një festë investitorit, ishte shumë bukur, ka bëjë hond në Shqipëri. Pra këto ishin disa arsye dhe unë kam shumë që ne do bëjmë stadium. Pse jo më kemi edhe ekip shumë mirë, se stadium pa ekip sigur s'ka komplet. Pra kjo ka qenë arsye. Bashkë hajta korrigjojmë, hajta rregullojmë, jam i hapur gjithsesi, por kjo ka qenë një arsye kryesore që ne kemi më shumë futboll. Pra dëshmëria se në këtë qytet tash pak jo në ka vetë. Edhe numri punojësve, të themi sinqert, numri punojësve nuk e kam pa fare politikisht. Tash të themi sinqert, e kemi pa politikisht, po aq sa ban puna politikisht. Numri punojësve tani me gjithë analizën që kam bërë. Ne jemi një qytet që kemi të ri, ose të reja që mbarojnë shkollën e lartë në hikin Tiranë. Mbarojnë gjimnazin e hikin fare nga Kavaj, hikin e shtetit. Ky vend i punës të jepë në bashki që vinë kërkojnë kërkesën në bashki. Sikur e frenon, sikur e mban edhe të riu këtu në Kavaj. Pra kjo ka qenë një arsye e para dhe e dyta. Ne kemi sot të vujmë për inxhinier, unë jemi hava, jeni inxhinier ta fusim punë. Ne vujmë sot për ekonomistë. Para në sjellun një sekretar. Jam super, diun çfarë thotë dhe jemi dakord me emrin që kështu që a duhet atëherë jemi me tjetër ligj, kështu që nesër sjellon. Nesër një jurist. Patjetër topograf, ne kemi topograf, ta ndal inxhinier topograf në pension. Ne një futbollist për Kavaj. Topograf, s'kemi topograf me hiq nga pensioni, s'po këshomi çu Kavaj. Kjo është arsye që për të marrë sa njerëz këtu, ka sa bush hallëqi sanitar, njerëz pse të ikin jashtë shtetit, pse të ikin në Tiranë apo këtu të ikin nga Kavaj. Kjo ka qenë një arsye. Një organizëm, do të shëndë Pas kërkesave e bëjmë këtë punë. Pas kërkesave që unë kam në zyrë, ndalin 5 sanitare, 6 shirista, këtë si mas gjithë që këtë. Pra këtë ka qenë një arsye. Qëndime ka, base kam qenë më shumë landi se sa sonjë, pastaj është kjo gjë tjetër. Pra më që ne i majmë njerëzit këtu, është jo e mirë. Kjo ka qenë arsye e rritjes në numrit punëtorëve. Dalë tek investimi. Ju vërkoj shumë djesi për zjesë, s'kam qetë edhe të shumë, po është buxheti dhe e herë në vit, me njërën tjetën do të platë, në komërsisht takime dhe një kjo i po e pastere. Rikualifikim në rrugës që e zimë perimit. Pra rrugës spitale, pra edhe për kulturë logjike, pse po investojmë, pse këtu, do folë, çdo pse këtu, jo aty. Pra logjikën time tek arsye që do japën një. Rruga që e zimë perimit, rruga spitale. Pra një rrugë spitali është janë pallatet dhe pastreve që janë shumë bukur atje, pallatet e vjen pra i lagje shumë e re. Pse mos ketë në 2 krah trotuar, me ndriçim, dhe pra një rrugë dinjitoze për spital, ai lidh me synet, ai deli në autostradë, pra është një rrugë lidhëse shumë rëndësishme, shumë e vjetër këtu në hyrje, pra ka disa gjëra aty që bëjnë që kjo rrugë të jetë dinjitoze. Mos ketë një krah kanal, ku lloj ujë, s'del ujë, ca kallona, pra është një gjë që nuk i shkruar për shtatë vetë rrugës, por vetë institucioni ligjari. Rikualifikimi i rrugës drita. Rruga drita është quhet rruga drita, por nuk është rruga parku. Pra, ne lidhim bulevardin kryesor me parkun që kemi shumë rregull. Pra, jemi bulevard kryesor. Ne do të ikim në Naz ose do të ikim rreth e qark për të hyrë ke parku, dhe është parku si xhep. Pavarësisht se kemi 85 metra katror.
Pra kjo rruga do një rrugë si pedonale do jetë ajo, me kalim makinesh patjetër, por do të jetë rrugë shumë gjerë, me ndriçim shumë bukur, jo ndriçim shumë klishe, do të jetë i bukur që dishon për 70 parku, pra rrugë parku, që ti nga bulevardi Kryesor për të futur drejt parkut. Pra fu dëshirë që në fillim pra kemi qenë ditë të shtetit. Ke sharë përballë me Henrakin, rruga drita. Rruga elektrike. Dakor, ne do të bëj rrugë normale, ne do të them për ta bërë rrugë pedonale me trotuar, me dekorative. Jo, dekorative, rrugë para. Jo, është para. Jo, është më që në funksion po. Në rrugë. Do bëjmë të tërë. Rekonstruksioni që kam shënu këtu. Rekonstruksioni rrugës Ahmet Çaçi Goxhen, nga rotondë Golemit, në rotondën e pra nga rotondë nga hyrja Golemit tek Metaori, nga rotondë. Siç e thash përpara, aty u bë investim shumë mirë, ato telat më mirë në Shqipëri do thonë. Pa, jashtë investimit pse jemi ne ashtu. Pra kjo rrugë don edhe kjo një pamje kualifikim tjetër. Se kemi ngel ke asfalt, trotuar edhe marrë histori. Pra kjo do të sa pen do ndriçim. Do ndriçim tjetër, pra tjetër rrugë bashkëkohore që di shkoj për shtat Penik Zofit tani këtu. Kjo ka qenë arsye edhe për të investuar në lëmë sepse fundi do të Golemi bin lekë. Aty ku unë them që është çik herët për atë rrugë sepse aty po vazhdojnë ndërtimet. Jo, aty s'do ketë mundet të do të një ndërtim të jetë atje do të futet kamera. S'pa përmend emrin. Rëndësi ka që aty kalojnë bedhenjerë. Jo, aty jo. Edhe nga frikë do shkojë prapë edhe. Jo, aty jo. Se kemi rrugë Liose që nuk ka lidhje fare me ato. E kam llogaritë. Atë do të ndërtim i madh, dhe shumë i madh që ka llogari është të leja. Edhe që një të dhe ka dhe kaqë. Kështu që aty me edhe ke akses që ty është numra. Kështu që logike. Shëndetoria numër 2. Shëndetoria numër 2 kemi nda me 3 fazës për 3 vjetë pjesë, që ta marrim pak më në ketë për shkak ndërtimit të ndërtimit të tregut. Pra lekët ne kemi parashiku për shëndetorin numër 2, sepse ka ngel është kërkojmë një pjesë. Pjesa tjetër është nga Averigu. Deri tek kisha kanë ngel dhe ajo do i shkojë për 7 zonë sepse këtu do bëhet rruga parkut. Këtu do jetë stadium, këtu do jetë rregull dhe 3 shëndetori ashtu si gëllmon nuk shkon. Do ka qenë për ta rregulluar total zonën. Rruga Pavarësia, në Qerret. Kjo ishte një kërkesë të banorëve të Qerretit që unë kam bërë të fshat, jemi sinqert. Kjo lidh fshatin e Qerretit tash ka një logjika ime. Pra, nga shkolla mes tash ne themi Qerret klasin just për zonën turistique, edhe po ndërkohë fshatin Qerret brenda e kemi sot pa kanalizim kryesisht, pa trotuar, pa ndriçim, asfalti është bërë punë politikës në 2001-2002. Pra, ne do të lidhim fshatin me brenda. Pra, se ai që vjen turistët ta ditë kush është fshati, pra këtë një fajin identiteti e lidhur fshati me rikualifikim të shkollën e Herbertit. Pra, do morë komplet zonat me një rikualifikim tjetër. Rruga Skurë që po vërtoj, ju e dini, me ato problemet e veta, unë personalisht kam pasur, jo specialitar. Aty është po vetëm një gabim, që është nisë në mujë prodhim autobus, se firma ishte për çështja e fatit. Dhe mbasi unë e mora kostën e kushtit edhe biznesit, pavarësisht se do të bëj gjithë tek dhe do shumë vjet. Edhe do të bëj një bashkë me kolegun se ta kemi dhënë drejtorin e taksës, që është unë taksën ai sa mrena po atë video, për shkak që vim gjithë bizneseve aty. Edhe gjatë punimeve, aty ndodhi një problem, pra problem për mirë, që aty u qa një tub dhe kur e pam që një tub i urëve të zezë, që kishte një 60-55 vjetë pa undru kanto, dhe doli shumë gjë mirë u hapu, të nga parë, doli jashtë parashikimi, edhe doli gjë shumë e mirë pra që nolli avaria, pra u nuk pak, doli avaria të pësta ishte që skuadrën që po përshron dhe nuk e bën është të duhur, mas shumë anketa unë shkova aty prezent, dhe personalisht vetë kam hekë e ca plaga dhe përse edhe firma aty e ndrojë, pra problemet ne ti ndërtoj banjë në shtëpi, falë se jemi edhe do vonazhe nuk të vjetë. Pra jo më një rrugë që dhe skuadra që përkon të një rrugë, të undruhe ekipi që të ishte, ekipi që përkon ka qafë në pazarin e Gjirokastës, pazarin e Berat, përkon
rrugën e Shirokës. Pra janë profesionistë të kësaj gjë. Gjë më mirë që bërë këta, sepse ajo ishte dap. Në disa herë aty ishte gjë. Jo, zbutërita shumë. Gjë më keq. Do të ishte bordurat e trotuarit, ishin shumë. Kemi rehabilitim dhe asfaltimi rrugë urbane. Është goxha shifrën e lartë e asfaltimit. Jemi gati si mas llogaritme që kemi bërë me ekspertët, është gati 25 km rrugë. Pra 25 km asfalt. Me 4 metra gjerësi, 25 km asfalt për së dhëtë. Shtrojmë çdo rrugë qytetit, po. Edhe fshat. Edhe shumë nuk janë kryetarë, se ka shumë rruga. Fshat rrugë zjarta dhe ulem me publicitar. Rrugë e brendshme 25 km, por ka vaj përveç rrugëve që ne do të bëjmë me projekt. Besoj që është mirë, por këtë vit jemi. Për vit 25 km s'ka as fizike dhe s'ka as një pushë. Jo. Ndjesit ndërpresën që jemi ke 100 kilometra para qytetit, lagja grup në gjithë jetën e saj, ku në qendër, ku është kryqëzimi. Lagja grup, ku është kryqëzimi, ku janë shkretë do bjanëve, ku është... Lagja Sharë plus Hipër... Lagja grup. Atëherë, ne kemi asfaltin dhe ne do të vimë të bërë ku do është në gjendje, nuk e së shërëfit në lagjës, është në gjendje më të mjerushme të mundshme. Ku është shtëpia Razan Dobjani, ku është shtëpia Samit, ku është shtëpia Dobjanëve, ku janë, ajo është në gjendje më të mjerushme të mundshme në qendër të qytetit. Atëherë, asfalti përse do të konsultojmë bashkë në qytetin se ku do të Por do të Tashi nuk do ta ngresh mos në shoqërinë. Tashi kemi 3 rrugë që ne kemi rrugë, po që bëj zhvillim zonë së se ja po them. Mos më intereson atë. Mos më intereson atë se i bëj të takë. Është merita ime, pra e të jashme, janë përshkik. Fondi qytetari i Zhvillimit ka vërtetuar traku, rruga Shtollër Kazat, rruga Hindare Brollo dhe rruga Fondi qytetari i Zhvillimit jo përshkik. Qeveria, kështu që Po nga gjithë kjo... Për sa kone ka përdu këto, mos i harxojmë këto, te asfalti më vinë harxojmë për gjona tjera, se sa për to. Nëse fundit të ato do të në mars prill ato do të bëjmë. Rikonstruktiv duhet më janë dakord me ta. Dhe ky asfalti duhet ku do mundë. Po, jam dakord. Jemi totalisht në hap. Marrë, drejtori i shërbimit ka një listë, ka gati 45 rrugë. Pastaj, nëse ne themi rruga A, kundër rruga B, jam totalisht dakord. Jam 100% dakord. Mari besoj që Majtë Shënimi ka dhënë me ta. Rikualifikimi i sheshëve të pallatit. Ne kemi nisë një rikualifikim të trotuarit. Nga po them nga krahu bashkisë deri tek ullini fund. Dhe do të bëjmë disa rrugësta po të tjetër një dhe kështu ngjelet në përdor vitin që vjen. Pra, po pyse me asfaltin dhe me trotuarat e sheshëve të pallatit, po pyse në masën 80% po them mbarojnë punën me qytetin. Ndërtimi i tregut të lëvërimit. Edhe kjo është bërë që vjet. Që për vjet fare në zgjidhje. Kemi pasur një ngërç për të zgjidhur. Jo, jam e emergjente, në fakt. Ja ta them. Kemi pasur një problem shumë shpenzimin dhe rrita që të bëjë një marrëveshje me AZT. Ata kanë gjetur dhe arkitektin e fundit. Një franceze ka ardhur apo. Është një sulm projekt për shkak të teknikës që kemi bërë tani. Është sulm projekt që një franceze që do ta dhurojë shtetin projektin. Dhe lejen e ndërtimit do ta japë shteti për efektet. Bashkia ka vënë një do lejen e ndërtimit në tokë shtet, po them se në tokë të privatit. Të shpenzuar. Pra, ne për shkak të kohës do ta marrim lejen në AZT për shkak të dëshmërisë së tyre. Edhe kjo ka qenë arsye që është zgjatë. Ai tregu është do mu sekretar bashkimi i Zot kaloi aty në pa tregu. Tur për falëzet. Rehabilitimi i barreve publike. Për të vërtetë gjithë kemi dhe gjithë shkojmë aty. Pa dallim. Te ka një ide dhe sa më dinjitoze ajo, aq më dinjitoze jemi edhe neve. Pra, aty në para ta janë njerëz të thanë dhe aty është si bozios, edhe vi shem fare varrën, aty të shkretë dhe shpirti po. Ne do t'jemi dinjitos
për kaluar. Pra, kjo ishte logjika që ne të investojmë në barrezat e qytetit. Pra, kemi kanale hapa atje, era keqe, probleme me rrugët e brendshme të barrezave, probleme me parkimin, probleme me strehat kur bishi. Pra, ka disa teknika që nuk janë diskutuar me inxhinierët, dhe besoj që do dalin super projekt. Do dalin shumë dinjitoze kur shkojmë atje. Pra, do jetë pa nga ana shpirtërore dënimi gjithsesi nga ne do njëhet shumë mirë. Blerja e kamionëve ka mençinë për njësitë administrative. Kam insistuar që vjet në problem, por për shkak të barrës që kemi pasur edhe brenda tonë në natyrë të rëndë. Dikush thotë po, dikush thotë jo, hajt, vendosim që jo, po këtë vit kam menduar që pa pi kompromisi, që njësitë administrative do kenë një skrep, një kamion personale të vetë. Pra jo se prit se erdhi e ka drejtori shërbimi është funksioner, ai sunet do të kam bluzë do të kam golem. Ja është mirë se me kiave për mos paguan shofer. Edhe paguan shofer, po. Atë një kolegë ka kapur shoferin një zyrë. Deri se i ka, pse mos i ke edhe është shofer pa makinë. Kështu që këtë është taksative dhe këtë do të bëj shumë mirë. Gjëja më e mirë. Dhe jemi më afër banorëve të fshatit. Sepse ai fshatarë dhe aq kanë nevojë për riskë. Po i kam mësim. Shkojmë në Gallaj tash se pra është skandaloze. Ti jap di prioriteti edhe komunën. Projekti rrugës Bregderit e Serova. Kurizim vendosje ndriçimit. Llogaritja që kemi bërë në bazë lekëve që do të bëjmë kurizim, janë gati 2800 ndriçues. Plus minus. 2800 ndriçues. Me thonë drejtë ka qalu pa problemi në ndryqimit të kodës punë, dhe kemi në nivellet e por për shkak të këtyre teknikave gjëra të vogla, po besoj që kemi zgjidhur 2800 kohë ndryques plus rehabilitimi, rregullimi i rrugëve që do bëjmë edhe kohët që dalin, ndryquesit që dalin tepër, do të vëmë prapë funksion të qytetarëve, funksion të lagjive dhe periferike apo pra edhe këto do të shkëndon. Pra, tu do rruga që Zëngari dhe bëhet nga para me ndryshimi që ka rruga atje do shkojë diku tjetër. Rruga drita do shkojë ndryshimi do shkojë diku tjetër. Është shumë rrallë. A me çaqe më rrallë. Kështu që kjo ka qenë. Njërisi tjetër. Njërisi është ndërtimi i pallatit të sportit. Do thonë ju pse pallat sporti lidhet ka Kavaja. Kavaja do të shkojë për futboll, për ciklizëm, për mundje. Pra pallati i sportit mbledh këto shumë sporte të tjera. Ne kemi një ekip që të po e hapim, që kemi kohë dhe investimit. Një ekip volejbollit për femra dhe për meshas. Basketbollit. Kështu që ne përfuzim frymën sepse është ajo që telia e parë që tash pra sa të reja trin kanë qenë me net Kavaj, sepse kanë çfarë bën. Diku shkojnë në pallati sportit, diku do shkojnë në stadiumin që do jetë multifunksional deri në të shumë bukur, diku do shkojnë në rruga që do më reja në sigurisht pra të ketë ambiente kulturore aty deri. Pra kanë 2-3 lokacione qytetit për të ngjitur për. Pra kjo ishte risiko e zyrtimit të pallatit sportit. Do jetë në park. Është një godinë e vjetër, është një godinë e vjetër në anën e parkut. Nuk do të di. Do shemë do ka pushim shkollën. Pra ne kemi aty ku mbëshmundje, nuk kemi të gjutën të ekondoni, kemi gjutën, kemi kampion në projekt. Të kërja në kaluar që ishtë projektimi i ekipit beta, palon të kërkes për faktin e SFM dhe të disiplinëve tjera. Që kërtarën edhe porosila është realizu më gjithë. Kështu që ne jemi përgjithur. Kështu që këto e që në mos gëbëj, tu me kjo letër pas kralësa tjera, kemi dhe amfidatën të parku. Dhe amfidatën të parku dhe amfidatën, po do të kemi dhe një galeriarë, nuk kam pasur kontakt me disa specialist, disa piktore. Pra kemi, pra ta bëm qytetin, kemi ca patenta, praktikisht qytet ka vaj që ka asgjë, as kinema, as pallatëturë, as pallat sporti, as pra një qytet që jemi qytet, ka ngel bashkia edhe haj, trim ne që kemi bashki për çfarë do mos ne, po që se jemi kështu ta shkrim para në të bashkohemi në Tiranë, në Tiranë. Pra nuk na intereson. Po një qytet që ketë gjithë ato, që quhet Mirëfilli qytet se e kanë thënë shpesh, kemi pas gjykat 1920. Kemi pas stadium 67, e s'kemi sot. Pra, t'ja këtem atë dignitetin ka vajt, me avash jemi, me merit me tukta, jemi base, po... Po s'kemi shumë, Për nuk du t'i vesh ma e fara asë Nuk bashkojmë dëshirat e mendimet bashkë të t'i rikthejmë përsëri, kjo është gjëja kryesore që duhet bëjmë. Nuk më përqen kur flasë, s'kemi pas të skemi këtë, duhet s'ku ka vej fajnë tjerë, nuk të vej fajnë nacionet. Aji që ka qenë, kush ka qenë aty, ka bo aj sa ka mund, aj sa ka ditë, ndoshta,
për fajt vetë. Por ama ne du të bëjmë maksimum. Jemi 2028, jemi 2026, po du shumë bashkim Europian. Jemi qytet që janë të shpesh, do të them çdo sekondë, jemi qytet në zemrën e Shqipërisë. Nuk ka lokacion nuk një Sagavaj. Pra ku do të prek vetë afër aeroportit, sportit, afër Tiranës, për qytetin, afër jugut, afër veriut, pra jemi super qytet. Një klim të jashtëzakonshëm, në toka fillore pa fund. Pse të rrim ne kështu të shitsim? Sigur jemi në Tepelen. Pra qyteti Kavajës duket sikur në Tepelen, me Malije. Nuk ka pasur. Ja të politikat e qeverisë gabuara, ka shku nga Tirana nga Tepë. Edhe Shqipërisë me tradita. Do të kemi disa gjëra të tjera vogla, po s'po I përmend edhe për efekt po. Kështu që to kisha unë ju falenderoj shumë, jam shumë I mirë. Po, zoti Mitrushi. Do të falenderoj për gjithë këto projekte që ndihmë të reja, ju sa do të thotë. Të gjitha ato që thotë, do të ndryshojnë imazhin e qytetit tonë, çka do të thotë që I shërben bukurisë. Edhe bukuria pastaj është diçka që duhet të gjithë ne qytetarët edhe ndryshon edhe ndjenjat shpirtërore. Edhe shpresojmë të gjithë që sapo shtatë të bëjnë realitet, do të shkëlqejë punë. Në koncept të këtyre zhvillimeve, unë kam një sjellje në vëmendje edhe një propozim. Sjellja në vëmendje është që e kam ngritur edhe herë të tjera. Përsa I përket punimeve që bëhen qytet të rrugës. Është duke bësh pjesa e rrugës Kure, nga qendra e Tutje, edhe trotuari I ri që po bëhet. Që vazhdon në krahun e djathtë deri tek shpishona më ta. Tek pjesa, duke pas parasysh edhe punën time që merren me mirëmbajtje, që I përkas një kompanie telefonie, kam ndjek punime dhe shikoj që tek rrugat këtu përpara posës janë vendosur tubra që do të shërbejnë për kalbimin e kablove që për hir të vërtetës nuk është se bun vetëm qyteti Kavajës, por bun komplet qytetet e Shqipërisë, nga dotja në ajër e rrjetëve e kablove. Kam komunikuar me inxhinierin e tij që punon dhe çdo gjë duket mirë në këtë pjesë. Përsa I përket pjesës së trotuarit që vazhdon nga qendra e drejtim, po shikoj që sa më ka filluar punimi, por nuk e di nëse marrë parasysh. Ta jep Genci një përgjigje për se kam pasur vendosur, ok, bëjë. Ky është problemi sepse duke marrë parasysh edhe shkas nga qyteti Tusit që bashkia ka filluar ashtu si do fillohet edhe këtu tek ne. Po hiqin gjithë rrugët marrë. Edhe po informohen të gjithë ISP, kompanitë operatore, që të marrin masa për sistemimin e kablave në tonë. Çdo të thotë kjo që nëse ne sot nuk ndërtojmë infrastrukturë të rregullt, që çdo shpillim rrugë I ri të bëhet me tubacione të rregullta, kjo do të thotë që gjithë këto para që do të jetë, nuk do të marrin, do të shkatërrohen ashtu sikur se problemi edhe me që për supozojmë një kohë të kohët edhe të marrë kohën e vetë ndër vite që të shërbej punën tepër. Unë mendoj edhe do të shiroj që të gjithë rrugët e reja që do të bëhen, qoftë edhe në për rrugica, të ndërtohen të gjithë tubacionet dhe pastaj të informohen të gjithë operatorët e tjerë edhe në varësi të kilometrave apo metrave që do përtorën të përmajnë të merët qiraja nga bashkia kundet gjitha regullat si ashtë. Por ama, do shërbej që nuk do t'i rikëthemi nëse ne, ose operatorë, po flasim për ujësiesin, për OSHE, për operatorit e netit, nëse nuk na krijohet mundësia për të vendosur, ne të ndërrum të marrin ideja, edhe të fillojmë prapë punimin nga e para. Do të thotë që njërës të nuk thetë më kurrë ato parametra, sa ato që të mirë që të bënë Kështu që kjo është një sjellje në vëmendje që e kisha e kemi diskutuar me tjerë për të marrë. E dyta është që nuk të flas në konceptin teknik, duke I shërbyer gjithmonë bukurisë së qytetit. Ka filluar ndërtimet pafund në zonën e plazhit. Po ashtu edhe në qytetin tonë me pallate. Pallatet
duhet që të kemë një infrastrukturë të rregullt për sa i përket fibrave optike. Sot e kësaj dite nuk ka familje në qytet që mos të dëshiroj shërbimin e internetit. Kjo, nëse nuk do vendosim fibra optike, kjo do sjellë prapë një gangrenë, që kabët do shkojnë nga shtyllat apo nga kasetat, edhe do shkojnë direkt në ajër, që prapë do sjellë një imazh keq për sa i përket bukurisë që kemi. Do doja që ta kishim për çdo pallat të ri, se ata që kanë kaluar s'kemi që i bëjmë të vrashë. Të kërkojnë investime në bashkëpunimin e pronarëve apo me administratorët e pallatit në ndërtonin infrastruktura të rregulla. Por për pallatet e reja që do doja që të bëhesh taksative, që në lejen shoqëruese të ndërtimit të paracaktohet edhe ndërtimi i infrastrukturës me fibra optike. Çdo apartament të ketë fibra optike dhe të zbresi të gjithë në një vend të caktuar në botë të dhe aty pastaj të gjithë operatorët mund të vendosin kasetë të tyre dhe bëhen vetë ura dhe çdo kjo me formën e bukur. Janë gjëra që ka filluar në botë nga duke edhe ne nuk besoj se jemi vonë për të filluar që tani. Edhe nëse do të fillojmë të gjëra tani do jemi shembull i bukur, jo vetëm për qytetin e Shkodrës, por për gjithë Shqipërinë. Ky quhet propozim që kam. Faleminderit edhe në mbështetje të anketit kam një diçka. Po të diskutojmë nga ura, se sa do të qinderi ka rënë punën nga mine, edhe ka, por marrë vetëm shembull. Janë shumë kabe që janë punë mbështetura dhe që nuk funksionojnë. Bashkia me administratën e vetë duhet të detyrojë firmat që kanë ato katorët që t'i heqin, ato që nuk funksionojnë, sa aty valen për shembull është një kabë, natë duhet pa. Rivar, çdo vend e presin, ato rivar aty po shtyllin. Ato ai kabë, jam i bindur që dhe shtyllën e no, se shtylla sa do të marrë shtylla është shpesh e madhe. Kështu që të ndërhyj bashkia t'i detyrojë firmat që t'i heqin ato kabë që nuk funksionojnë. Se ato kjerë për në dakord me këtë, ata i dhe të da vejnë në rëmë, në ajë, s'ka të bëjë. Po, pra, po, dhe kishe për në ato që nuk funksionojnë, ato që nuk funksionojnë. Problemi ka shumë që funksionojnë. Po, se të aftojnë për se shturë, ato pas të e Jo, patjetër, po them të shqip pamë të dojnë për të punë, ke heqë. Jo, ka që i nuk funksionojnë, janë shumë që funksionojnë. Aty më lëmë që mund të jenë 5-6 kaboj që nuk funksionojnë, që nuk janë kada vesh funksionojnë. Po, ka ngarduar kaucion me... Po, ka ngarduar që aje ka në aty ka rëzdu sipër asaj prapë. Pastaj ato taksa ato që i di bashkia se do të hyjmë asaj. Po, në përdan, Si ndi mirë që është një tham ambicios për këtë vit. Por, të mbitë mirë që krahas investimi për barresë të qytetit, shifesh mundësia edhe këtë gjithë barresët për mundësia administrative. Shifesh mundësia e një sistemimi apo një preparimi të atyre garëve që ka barresë të mundësive, që ka i krejë vjetka. Është mundësia që të bëhen me pak investime, por të regojnë shumë. Sa ajo është botë, që të njësi me shkullë. Tjetër. Gjitha njësit kanë problemin të asë. Si deri asaj kamionçine apo ditë skrevi është gjë e mirë. Deri në aty. A do jetë mundësia të hyet pak në këtë rrugën e investimit. Përkushtimi atij çunit tonë aty është maksimumin e mundshëm. Është maksimumin e mundshëm. Por ama duhet të përkraje. Unë shoh rrugën këtu ke kjo. E pore nga për të rrugën që është e Bulagja që da ditare vartu, që të përdu aty. Ashtë rrugësh, aja të legë për të shëru, nuk ka dojë për lajë. E kam ngretë dhe herë tjetër atë. Po përgjim basës, të ako me ngretë se së është një sistimi, por janë gjithë njerëzit tonë. Janë gjithë njerëzit tonë aty. Aja rrugë për mendimi tim duhet pa. Vëllëm pak nuk e kam, nuk jam, punë nuk jena përgjet as pa e kërë asë i gjohë. Tu jena përgjet një mendim për bashkë, ku mund bojmë diçka, me i di ku janë gjonat, është kjo rruga të njën. Rruga që hikën nga fertoare të rinë mama, është bojnë diçka e bukur atje, pëse po si jetë në rruga. I ndryqim, si që është rruga që jetës me ndryqim, të jetë rruga aty. Me që rrugën e nga shtondri në hirma se merë fondi shvillimit, i vetë mundësie këtyre dy tjera. Por ama, t'ive dhe mundësia e zonave të lartë, si që është zona e Cikaleshit, që Zhavori është në prunë.
Padroma është e bashkisë për fat mirë. Edhe po sot. Është mundësia sot që edhe ata dalin bëjnë vitrinë, se nuk shkon makina. Nuk shkon makina. Zhavorin e ke punë rrugë Cikalleshit. Mendoj që bëhet diçka e mirë, edhe para të zonës. Mendoj është zonë e bukur, nuk mund të them që hajt temi sot që do bëj turizëm atje. Po nesër pas nesër e ka trame me vetë, nuk e di. Megjithatë, shpresoj që të bëhet diçka më e mirë edhe për zonën. Se shoh këtu, më vjen mirë që të bëhet rrugë e bukur, më dal. Ktheja sytë. Ka vaja paga shumë. Ka Cikalleshka? Ka se shpije? Ka njerëz që kanë po, kanë ullin A ka banor? Po, ka banor. Po ka dhe shumë banor që kanë nga Cikalleshi, janë ka vaj, dhe venin e punës e kanë Cikallesh. Venin e punës e kanë Krysi, venin e punës e kanë Mene. Sepse ati kanë të ardhur. Ato dy të ardhur që i kanë aty. Po, e sheni? Por seri para ke, Tashi unë kam kontakt shumë në ato firmës që po lutën, sepse kanë operatorë dhe tjerë, jo ku jetë dhe tjerë kanë. Kemi që shpreh shqetësimin ai që po ndërtohet të trotuar. Është sepse të gjithë operatorët duan nga një tub të vetin dhe thotë në çdo kryqëzim mund dalin 5 pllaka të ndryshme, 5 shpërndarës që mund thotë më dëmtojnë gjithë procesin. E para, e dyta, ai ka një 2 vjeçar që merr ndërzim si rrugë, pra ai që quhet përfundume. Dhe unë kam eksperiencë në qytet atje që ma kanë zgafuar. Pa morë, ka kalu 2-3 muaj, fut durë Vodafone ta kish pllakët, fut durë Telekomi, heq tjetri, dhe më thonë, shqetësimi që më ka thonë, sepse i kam ledhë. Edhe te operatorë që më kanë anë zyre, edhe këte kam fyrë tonë zyre, kanë përpallë njëri tjetër. Tashti, duhet gjeni ju një gjutë për bashkët, që të fut një tub të madh, dhe të ketë një kaset i tub 100 lësh. Okej, të ketë një kaset të përgjithshme, sepse kërkesat janë firma thotë shumë. Po disa operatorë thonë duan vetë. E duan vetë thotë, nuk do ta fus aty. Po jam për sa operatorë. Po ju, po, atë, një gjithë në njëson, që e dhemi që në njëson, më shkërkoni vetë, sepse unë kam thoi që në gjithë thotë në du vetë shko, ja ke thotë në du vetë, atë e një ka thoi që në du vetë. Njësën ka eksperienca në Durrës, kemi shumë me gjithë ISP-të në Durrës. Po Durrës janë 13 ISP që operojnë. Tani që po bërë, në gjithë kampët, qarje këtu, vendosë një tubi për pas të 100 vjeç, edhe të gjithë kompaninë aty. Atëherë unë po e vendos shumë, po unë të i presë një. Edhe në qëmisë kjetësh, po pra, po një tuk. E ka përkun të ka atje, jo nuk e vike Vodafone, po dhe du vesh. Jo, me jetë për të jetë për se të verë. Dhe me prek moda. Por kjo ka qenë situata, po. Kuptohet me që mos vajta që ta sjerë. Genci, nuk është puna vetëm aty ku kemi. Ka vende në qytet ka vaj që nuk ka fare infrastrukturë. Një botë kanë ndërtuar qëllime të reja. Unë e vullën total. Tu po e po, të bashkia është pushtet. Ajo ma vetë, s'ka njëri botë që e kundërshton. Kurse tek rrugët e tjera që nuk kanë fare infrastrukturë të vendosin tuba. Që tani, edhe pastaj qarqohë çdo lloj operatori me qira për drejt media. Kjo do zbarë në qytetin. Jo shumë e mirë si ide. Unë që rasa se dhe për të pasë ka parë. Kurse për të pastaj financohet puna herë. Unë jam për këtë pjesë edhe kompanitë e tjera i marrin finansin. Dhe të gjithë jam shumë dakord me idenë tjetër. Sa i përket se sot duhet tipa uftimet që në është mas artës videsh për dalë në shka tjetër që e kërkot teknologjia, por nuk mund të ademi si shpëtot në kërëtari në dorë të firma, dhe që është në anekdotë të nga vazhë, në nërdo dhe një njëri një murë dhe e kanë dorë të
Morën lirë bashki, pa i kam dorë qytetarëve dhe ta marrëm fikun ta se mbërhije, ta bëjmë për të madhe, ta të shojnë në dorë tyre, këtu doli muri pastaj harqe. A i tubi që duhet 120 të bëhet 200, se nuk është një problemi më për të jetë bashkia, ajo që të menaxhoj gjithë procesin dhe gjithë situatën. Se pa i kam dorë firmave, është ajo historia me 5% apo 6% që s'ka për ndërmend. Personalisht në gjithë buxhetin, më pëlqen ideja që propozon kryetari për historinë e rrugëve, që do rindërtohen, do rishikohen, do rikualifikohen të gjitha, por kryetari do të mendosh që siç ndodhi kjo histori e rrugës në qendër qytetit, që përruar të zero, çdo rrugë qytetit ka nevojë për investim për rrugë të tjera. Dhe kam përshtypjen se ato parashikim ju s'keni parashikuar fare kanë investimin për rrugë të tjera. Kurse investimi i fundit për rrugë të tjera ka pasur idenin time nga eksperjenca që kam pas në shërbim të vajt, është në viteve 70-80, shumë pak rrugë kanë investim të ri të duhet jetë në vëmendje situatë, sepse Kjo në ndodhë pa dashmë të ndodhi në çdo rrugë ka vaj. Çdo investim me tende drejt me urën. Asfaltimi është gjë tjetër. Edhe zëqimi Tha i gjoj jeti, fakt. Tha i gjoj jeti, rruga këtu, pra gjithë të e ditë se ku janë. Çdo konsultim me marrë kolën, drejtore shërbime, pra nëse ju keni në ide rruga fillon lajë, fillon kështu, fillon ashtu, depozitim ke marrë, edhe pastaj i shohim si mos kërket. Ne jemi këtu marrë me shënime të vetë. Jo, gjatë ditëve. Marrë pjesë që janë shkurt. Janë shkurt të ditë. Ditëve vazhdimit. Jo vetëm unë për shembull të ketë edhe ai administratori personalisht që mbaruar vetë grupet e vetme dhe një të tjerë pastaj personalisht kam një pak kënaqësi dhe një ankesë me pastrimin e qytetit. Nuk është kavaja vetëm shëritare numër 1 dhe numër 2. Kavaja është shkollari i qytetit, do të ketë qytet. Personalisht kam çuar mesazhe të mira për të parë aty ku mund të sot bëj. Tek kompleksi simbolizëm që është ndar në kavajës, ato zotërit punëtorë që pastaj në mbrëmje dhe hyrën në vlerë bupisë të kaqë. E kam në video, është e turp që të tregoj, se të është mes kavajës. Po jo mes kavajës. Nëse kavaja përshkon drejt plazhit, që i vjen për 7 deri rruga e Brendetit që është. Ndër rikualifikimet rrugës që tepër shëndetar numër 2 kryetar do të kërkohet se investimi që është bërë në shëndetar numër 2 nga Qerçi deri tek Do të një rrugën në bicikletë. Për mendimin tim, jo për të bicikletë, se shtohet për bicikletë, se në mënyrë është investimi më papërshtatshëm në shkollë. Që kam parë një dhe mendimin personal për shtimin e fondit për hetimin Besa, nuk jam as pak të fortë, nuk e justifikon as në lloj mendje koke mençur dhe të shkëtë. Kjo është mendimi personal dhe normalisht në kohë duhet të rishikohet në mënyrë përgjithshme. Për pjesën tjetër pastaj vetësh Po zoti Alini. Tani unë ndojë në vëmendje si tjerë të edhe në mbështes buxhetin e bashkisë Ravajë, por në secilin e anëtarëve të këshillit për njësinë së nej, përveç rrugës Hajdari Bandohet që është përshtuar nga fondi i zhvillimit, ku di bashkia ka në hartë apo jo kryetari njësinë së nej për në gjënë në buxheti i bashkisë ndryshim. Kryesisht ku di marrë ka shënime apo jo që mos e them Asfaltim ndryshim. Ku për shembull. Janë një më të rrugisa në Synej dhe Raku, pjesa poshtë. Janë dhe 2 rrugë, do të them në termin, e ju, e shpia ditë të rrugë më lopë, që të dhe, vjes, edhe rrugë e Xhamia. Që e me asfalt, do të bëhe me asfalt. Edhe është rruga ke mas Xhamis në Hajdare. Në vizionë e ditë hartë. Një më shujtoni me më. Pra e ka në hartë, shpesën të bërë. Po, një të edhe falarë për turë. Po, Do të dëgjova në vëmendje, do më shënimet të janë korrekt, por edhe të fakteve.
pak më herët ju thash që kemi një vërdet më të ju prenoheni për gjithë ato ndërtime, cilat mirë të tregojnë shtimin të kredit, numrit të personave që do banojnë apo taksa të tujo në rampin e kohës. Besoj që si banore e Karajës, mendoj edhe për tjetër më të madhe, atëra do të shohim nëse do të shtrim se tonë do të kaqet apo janë çik më lirë shumë më por fundë. Së fundi nuk e bllokojmë ne dot globalizimin dhe zhvillimin e vendit. Por, referuar sërish situatave që ju thoni, mendoj që është e mirë. A ka qenë bërë një llogaritje nga ana juaj në lidhje me gjitha ndërtimet në vërtet, sepse nga disa bisedat e gjuara nga ekspert të fushës, sidomos duke ndjekur komisionet si opinionin apo profesorë, ekspertët shprehen për një llogaritje të kanalizimit. Sa ndërtime bëhen, sa metra apo kub apo shkarkime kanalizime ne kemi, për të apo furnizime, sepse ne kur vjen sezoni verës, ne dim që ajo zonë është gjithmonë pa ujë. Kështu që janë bërë këto llogaritje nga ana juaj për të kuptuar që mirë se rrisim ndërtime, shifratazhe, por sa dëme kemi si pasojë të kësaj rritje. E para, e dyta. Është po në kuadër të këtyre ndërtimeve 3% që është afër për bashkimin të ndërtimeve. Tani ka të qartë, dhe të bëhet ne në dispozicion si antar të Këshillit, ku shkon ky 3%? Kush janë familjet që përfitojnë apo investimet që bashkia bën në lidhje me këtë duke qenë se nuk është dhënë në dispozicion. Diçka tjetër që do doja të përmendja, duke qenë se kanë dhe vjetë si këtu me të drejtën dhe pak të mirë, që herët bashkë me Gjencin kemi rritur një shqetësim kur ishte antar Këshilli bashkë, dhe që pasur dhe që kërkuar sa herë të bëhen, sidomos projekt buxhetet, formati që kemi nevojë si çdo veri, po ku është kjo rruga që do shtrohet ne apo jeti, apo edhe ne për zonat e Kavajës, a ka mundësi që kjo të bëhet me një pasyrim, me videoprojektor apo jo Genci, me të gjitha detajet ku unë si banore e kësaj e këtij qyteti, po edhe ato të njësive, të kem të qartë kush janë harta specifike që do ndërhyet. Dhe përtej kësaj që të gjithë kemi të meta, patjetër, siç e thati pak më herët, nuk kam bashkim perfekte, mendoj se gjithë të shkimi punësime të reja, dhe besoj që duhet ishte vizion, siç është vizioni juaj për një pasyrim sa më të këndshëm estetik, duke qenë që nishoni kësaj pjesës. Diçka tjetër që do t'i rikthehem dhe ndoshta edhe në shënë kohë dhe dy pika tjera. Dhe du të mbyllë së fundi me sportin, ju thatë që ju kapur të mbështes, pa tjetër, propozime të ekspertëve, si që mund tjetë një topograf, si që mund tjetë një ekonomist, apo një diçka. E thash pak më herët, dhe do doja të bëja prezantimin tim publik para gjithëve, ndoshta tjetë kjo pak edhe e dëgjuar, për ish sekretarin e Ndërtimit Bashkiak, Barç Gjyku. Të krijohet një mundësi punësimi, është veti 5 kure familjarë kapë. Dhe besoj që edhe kolegët e përplanë. Dhe ta mbyll me sportin. Ka pak më parë që ndjeshmëria e gjithë Kavajës, e jujave, e meshkujve, po edhe e jona, se të jemi prenu me gjithë familjarë panë, apo me çunat e lagjës që nga kam bërë krenar me sportin në vite, të jetë në vazhdimsi të gjithë investimeve dhe të gjithë zhvillimi që kërkon sporti. Por, propozon që të ndiqet një procedurë tjetër, jam pro shpendit për të mos kaluar pjesa dhe të mos jem kundër buxhetit, të ndiqet një procedurë tjetër, që shpenzimet të kalojnë me një borë. Dhe çdo institut të ketë përfaqësinë e vet, si mund ta ketë Këshilli, mund ta ketë Bashkia, mund ta ketë edhe aksionerët. Në këtë formë, duke e formuluar në një qasje tjetër, ne kemi mundësinë që edhe të jemi pro sportit, po edhe të mos kemi abuzues. Nuk kam pse të menaxhon kohën e bashkisë apo kohën e personat. Shumë e bukur kjo. Unë sugjeroj këtë që të kuptohet që nga ana jo nuk ka pengesë, ama që mos ketë abuzime të fondeve dhe të ketë zëra. Forma më saktë të menaxhimit. Pasi kemi parë që aksioneri vetëm nuk ka shkëlqyer në Kavaj, kundër se ka në Dhe edhe këtë do doja ta bëja propozim nga të gjithë.
Jo, aq më tepër që do jojë vërtet si shqetësim. Sepse në vërtet vetë si shqetësim dhe fatë edhe për mund të bënë se. Fakti që bashkje, fakti që për konkurente, do të thotë që nuk bënë se. Por të mos kaluar pastaj në interpretime tjera që kam mbyllim me këto sugjerime. Ne që të morim pjesë, do në një vetë firma, apo këtë dhe me një? Po që me firmë po, se të javësh me një më mësë ha? Po që e këtë, këtë dhe e po, që të tjerë, që më të më mësë Ju ka të të parë, ka shkambor, që ka ndidur e shkërtarë të pashme, por dhe qofë, s'ka lidhe, por unë nuk mendoj që ka qenë vetëm për fajtë të vetë, mund të jenë dhe që shte mundësish. Nështë e lusot mund të jenë mundësi më kërë. Nuk e menduar që dhe qeveria shqiptare dhe më shtatë. Nuk ka të gjëmë teknikisht për testë, por shof duke të gjithë të zyrët, si zhërbime, arsimi, sporti, kancellarit janë zero, fondi financiarit e zero. E pra, është fundur të gjithë, e pra, e fundur të gjithë, sepse, normalisht e një e gjithë fundale dhe ku, e di pse, jo, e di pse që mos teknikë, mos mira që pse, mos vjen edhe to. Dhe du të disë pare për isë të shishë. Kërëndara, mund të ndonë të shka ka përmbyllë? Sa të sotë të tjerë dhe për shërësim, po janë shumë të mos të përmbyllur, po ta përmbyllur. Duke qenë se jemi tek shërbimet, palestra e shkollës së rilindja është një gjendje të mjerueshme. Çfarë bie jashtë, futet brenda? Ju lutem të shkoj sepse është numri më i lartë besoj unë të qytetit të Kavajës, për shpërritja të Zara, ju keni fokus si të shërbime dhe investime, ju lutem të keni një e di, por ma që së marë zhjithje, unë e kam për të të ngresë shqetësim. Edhe golemi kemi, edhe një gjithë shqetësore të sunet që klasë vjenë do bina dhe në që në një majtë, shërbime në majtë. Kemi përshqipu në diçka në lëmë një plonë, dhe jetë të gjeshën e dushët dhe në shku, dhe dhe shërbimet, edhe për sistemimin e taracave, ku ka problemet tjene. Kur të bëhet Klasë herë, në zgazën për përleshën e shkollës së rinjë, të njëtë së latë është e parë. Palestra përse është diçka tjetër. Mund të lajë shiku në budgetin shkurtër dhe në parë. Kjo që të të shkollave të tjera. Mund të rrë totale, kësë nuk e ka përse. Ne të do të njështë, unë mendoj që nuk e në shifra shumë lartë, a mund të marrë të Po, zonjë Dorazë. Atëhere, jam të cishtë akord me atë që ta Marenida për 75 milion që për pjesën e 75. A mund të menagjosh vetë personalisht më mirë se të na i transferosh këto lloj fonde dhe të kalojnë këto lloj fonde ndet, jo ndet? Se po i transferove këto u hodhë ndet të fonde. Menagjohet duke qenë vetë grye. Edhe me një përmajtusi. I bëjmë telefonatën biznesmenëve dhe ishte prapë për të qëllit. Sepse po i hulla atë, kaloj fensin ndet, u shpërndash. Se kam një dëshmëri futbollit, po sa kaloj ndete. Dhe çfarë tjetër do ta shkruaj? Këto ndërtime të reja që ne do të shohim benefitet taksave të dytas, jemi në kohë që t'i mbledhin këto taksa të dyta. Kush është arsyeja? Unë kam por një nuk e di që ka qenë një këshilltar këtu të shion, nuk e di që si ishte Kavajas, dhe thash pse nuk ka ngurë në vjedhjen e taksave të dyta në zonën bregdetare. Është shumë e dobët vjedhja e taksave. Shumë e dobët. Kryetari do të ndërmysh me OSHA-in për metodologjisë zgjidhje ligjore, në rrisë shpandet kryetari. Atëherë ai më tha, ç'a zgjidhje dha? Tha, gjenda unë kam menduar që ai do penalizohet një kur ta shesë objektin nuk funksionon, është shurati apo jo. Unë shes masi 100 vjetësh objekti. Masi 100 vjetësh do t'i paguaj ato taksë? S'kam vlerë. Të lutem, kjo është urgjente, unë mendoj që është urgjente dhe arritëm pak më tonë. Që mos e kaloj i tesin dhe i E hedhim votim? Atëre jo. Dahen.
thamë që do ta veçojmë sportin, edhe do ta diskutojmë njëre si vjen me atë komisionin si që janë dakord, se kështu janë dakord dhe me grupin e para se të mbisë, nësa për pjesën tjetër jeni dakord. Buxhetin me prashtim të asaj sporti që do ta rishikojmë, do ta rishikojmë. Po, ta diskutojmë për Bashkëria ka parashikuar ndonjë për Fedonanin që është po katastrofë. Nuk kam një ide për vitin që vjen. Komplet qendër e qyteta kanë komplet e gjotë tjetër. Kështu kam një ide, pra për moment që viti që vjen kam një ide të Jo tjetër? Atëherë edhe votim? Kush është dakord? Me ndryshimin për kartës për shpërsimin që ta? Atëherë të nderuar kolegë,